Ne elhamdulillah në muftinin Tiranë jemi munduar që t'i gjallërojmë xhamitë e Allahut xhaleshanu. Jemi munduar që t'i gjallërojmë me kurse fetare, me aktivitete fetare. T'i japim gjallëri atyre pra dhe shpirt gjithë xhaminë e madhe dhe në xhaminë më të largët, atje ku ka mase 5 veta, 6 veta, 7 veta, ose më pak ose më tepër që mblidhen për xhuma, të mos mungoj shërbimi fetar deri atje. Edhe atje ku nuk kanë mundësi kemi bërë restaurimet që të krijohen ambientet e mira dhe ambientet e përshtatshme për gjithë besimtarët dhe ne jemi të vendosur të shërbejmë shtëpive të Allahut xhaleshanu. Duke besu fort se një shtëpi e Zotit, një xhami është burim mirësie dhe drite, jo vetëm xhamia e namazit, por të gjithë xhamitë e Tiranës edhe musalat faltore, pra që janë 112 sot që flasim neve. Madje edhe në përburgje kemi çuar njerëz cilët pra i falin xhuman edhe atyre që janë aty, që inshallah të reflektojnë dhe të jenë mundësi nesër kur dalin pra t'i kthehen Zotit xhaleshanu me shpirt e me zemër. Dhe ne jemi munduar o vëllezër nderuam për teravi, për iftare, për të gjitha të bëjmë pra kontributet më të mira që t'i japim suportin dhe shërbimin fetar gjithkujt edhe në skajin më të largët të Tiranës, që të ndjehet të mirë pra me Zotin e vet dhe zemrat t'i afrojmë tek Allahu xhaleshanu. Atë që e flasim neve këtu në xhuma, ta bëjmë me vepra me lejen e Allahu xhaleshanu. Për çfarë po i them këto fjalë? I them këto fjalë sepse neve edhe vjet kemi kërkuar suportin tuaj dhe unë gjej rastin t'ju falenderoj nga shpirti dhe nga zemra, keni qenë të gjithë juve me donacione shqiptare, pasha Allahun që është një dhe një vetëm betohen para jush. Të gjithë donacionet e vëllezërve dhe të motrave muslimane janë ato që i kanë ngjallëruar shtëpitë e Allahut xhaleshanu. Dhe sot juve kur të shihni një vepër të bukur që bëhet, qoftë ato aktivitetet para Ramazanit, ato ligjëratat që i japin atmosferë, qoftë ato pikat neve që kemi bërë për shpërndarjen në gjithë Tiranën, duke i ftuar njerëzit që të mbajnë Ramazanin, nuk krijohet kot atmosfera. Ato janë punë studentësh, ato janë punë imamësh, ato janë punë vullnetarësh, cilët e bëjnë për hatër të Zotit xhaleshanu me suportin e ju jo vëllezër dhe motra. Dhe ku ka më mirë se sa ti bëhemi krah vëllezër të mirë njëri tjetrit në një mision të bukur siç është ky, pasha Allahun që është një. Allahu ju shpërblet me xhenet, Allahu ju nderoft, Allahu ju ashtoft mirësinë edhe begatinë, kush ndihmon edhe kush financon për hatër të Zotit xhaleshanu. Edhe ai i cili na mbështet me mendimet e mira, me fjalët e bukura, edhe ai i cili na mbështet me lutje dhe me dua për cilat kemi nevojë shumë. Neve sot mbas namazit xumas inshallah kemi hap çadrën atje. Vallahi ju ftoj për hatër të Zotit, është edhe Ramazan. Kontriboni për hatër të Zotit xhaleshanu dhe kontributi juaj do të shkojë vetëm tek aktiviteti fetar, me mësu fëmijët edhe me gjallëru xhamitë e Allahut xhaleshanu. Edhe një herë unë do të jem një kontribut siç do të jeni edhe juve. Allahu ju nderoft. Gjithë secili vetëm nuk bën dot gjë, ama kur jemi të gjithë bashkë, mund të bëjmë shumë për hatër të Allahut xhaleshanu. Zoti ju shpërbleft dhe Zoti ju nderoft. Vazhdojeni kontributin tuaj me lejen e Allahut xhaleshanu dhe juve Zoti ju paf me mirësi në këtë dynja edhe në botën tjetër kur dilni para Allahut xhaleshanu ju shkëlqef shpirti, fytyra dhe zemra.